Pejgamberi alayhi salatu wassalam prej traditës që e ka pas në luftën në marrëveshjen e Hudejbjes, apo që e quajnë disa lufta e Hudejbjes, nga se kanë qenë gati për me bë luftë dhe kanë bë marrëveshje, pejgamberi ka bë marrëveshje 10 vjet paqe. Arbushim mes pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe arabëve, Qurayshve. Në këtë 10 vjet që e kanë bë marrëveshje, pejgamberi ka marrë iniciativën që t'i thirrë të mëdhejt e njerëzve. Nëse deri tash deri te arabët kanë nejt. Atëherë ka dashur alayhi sallallahu alaihi wasallam që ta zgjeron islamin në vende të tjera. Andaj e ka dërguar shokin e vet Dihje ibn Khalifa al-Kalbi te Kaiseri i Romakëve, Irakli. E ka thënë Abdullah ibn Hudhafen as-Sahmin tek persianët. E ka dërgu Amr ibn Umayyin al-Damri tek Najashiu, edhe e ka dërgua Hatib ibn Ebi Belta tek Egyptianët, tek Muqawqisi, i cili o kom brati Egyptin e të kaluarën e ka pas Aleksandrin krye qytet. Tash e ka Kahira, çka i thonë, ka ndryshuar gjendjat. Ebu Sufjani në çket marrëveshje ka shku në Sham, në Irak. Në Irak e kanë pas bazën Romakt. E kanë pas bazën Romakt. Kur ka shku atje ka bë muhabet me Heraklin, sepse në çat periudhë ka qelluar letra që ka ardhur pejgamberi, edhe kanë qelluar Ebu Sufjani aty. Atëri i ka thënë pejgamberi, i ka thënë Herakli, thirrmi di kanë pi arabëve ta lexojnë çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka thirr Heraklin, edhe ka nxjerr përpara. Edhe i ka thënë nxjerr janë shok për mas, se Ebu Sufjani u kon i pari fisit. Këtë që ka i thape mësam, kush jetë shpija këti është si sigurt. Apo, tha që janë shok për mas, që nëse rrejnë, ato kalzojnë. Apo, edhe ka bo një debat gjatë. Apo, tash nuk do të him dhe shumë detale. Edhe i ka thanë Irakli, çka thuni për këtë njeri, çfar fisi jo, pika vjen, ka thanë Ebu Sufjani, vjen pi fisit më të mirë të arabëve. Kur s'ka rrejt. Ka thonë tash jemi në marrëveshje, e nuk e dina si ka me shku puna. Thot Ebu Sufjani, u munova që tu pak me shtini rrejnë se më vike mare. Me që se kjo nuk o rrejnë. Ka thonë tash jemi në marrëveshje, e ma fjallën, dërë tash e ka majt, po tash e ma nuk e dina. Apo, kjo ka qenë prej bisedës. Pasaj Herakli, pas bisedës e gjatë, që i ka thonë? Ka thonë, a i di pikur jam të prit me dalë ki pejgamber. Po ka thonë se kum ditë si vjen pi juve. Sa arabët ato si kanë zonë ishë për kur gjo. Ishë rob këti kanë zonë arabët. A dhe të Ebu Sufjani na unë mit voglit e Romakt. Si robu në ishmi të Romakt. Sikur që sot njëzë kur shkojnë a përpenda ndoria, thot a di këj vend shumë i madha. Apo, kështu janë një të Romakët. Thot unë e kum ditë që ka me dalë. Ka thonë, po nuk e kum ditë që ka me dalë pi juve. Pastaj ka thonë, sikur të dija se kam mundësi me e pa, do të qoja ta shof. E nëse do ta prekja, do t'ja loja kamët. Kështu ka thonë Irakli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë, ta dish se pi çesaj bisede, tash biseda është e gjatë, mos ta e dini para vërtet bisedën që ka bë Ebu Sufjani me Heraklin, ka thonë, kit pi çesaj muhabeti çka e banëm. Ta dish se çtu ku jam i ul në çket karrike, i pari romakëve. Ka thonë çket karrike kanë me moraj Muhamedi alaihi salatu wasalam. E kush e ka volë vezër Irakin, Persien, apo Afganistanin, këtë ajo pjesë e Afganistanit, këtë pjesë e Irakut, këtë pjesë e Iranit. Megjithëse sot është me Shia, marrë dukon prej muslimanëve e musht, apo deri në Turqi. E pasaj pjesa, dhe sa janë zgjeruar pasaj ma vonë. Deri që aty kanë shku sahabët e pejgamberit alayhis salam. Herakli vetë ka pranuar me gojën e vet. Ka thonë që këtë karrike e gëzoft ai. So pejgamber, e pejgamberit luftohet, apo e kanë ditë se nuk luftohet. E çka i ka shkruajtur në letër? E kanë nxjerr letrën para atij me lexue. E kanë nxjerr letrën edhe po e lexon. Bismillahirrahmanirrahim. Gjithmonë pejgamberi ka ndis letrat Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Rasulillah, prej Muhammedit të dërguarit të Allahut, ila Herakl, der të Herakli, adhimir Rum, maj madhi Romakve. E shikoni këtë pjesë, maj madhi Romakve. Dhe zër kur ja ka shkujt këtë leptër, a ju konë qafir. Apo? Andaj, nuk është e ndaluar që kryetarit qafir mi thonë o kryetar. O disa
Disa këtu i përzin këto mesele. Ajo krijetar edhe mu kanë qafir. Se për mësëm ka thonë dert te i madhi. Edhe shikoj ka përmen emrin Adhim. Apo ju aludon diçki çki emër Adhim diçka ajo. Subhana Rabbiel Adhim. Emër i madh Adhim. Ka thonë ila Hirakl Adhim Rum. Apo shiko dert te Hirakli Adhim Rum. Thot Imam Ibn Hajar El Asqalani dhe Imam Nevoiu i ka thonë i pari i romagve që nëse aje pranon islamin ta pranojnë këtë. Edhe e dyta ka thonë e ka thirr me titull që tjetë më afër pranimit. Para në ti shkon krijetari dhe i thu e dini, foli njerëz me fjalë që s'du të mi fol. I fol si djalit vet. Sa mundsi? I fol me terme të mëdha. Ka thonë dert te i pari i madhi romagve selamun ala man ittaba al huda amma ba'du. Pastaj ka thonë alayhi sallallahu alaihi wasallam në letër selam i qoftë për atë që e pranon edhe e ndjek udhëzimin Allahu xhelle xhelalu. Ka thonë amma ba'd. Amma ba'd e dini kur e përmendim në hutbe amma ba'du, domethënë ngotash. Ç'kjo është për shembull? Tosh po kalojnë bisedën kryesore. Çai ka thonë? Ka thonë un po të thirrin në islam. Apo un po thirrin në islam. E tash na tham lejohet edhe ai që ka sa musliman apo zullumçar mi thonë o kryetar apo o ministër kur o ministër. Apo mirë po me e fol me drejt. E jo mi thonë ma si kana e leju me mi thonë kryetar tash unë shkoj i lipi. Jo ka dhoja drejtën. Thuj hakin me çun vend. E mu bo musliman. E mos mu bo zullumçar. Ata e tha thiri me thirrjen e islamit. Pranoje islamin, shpoton të Allahu xhel xhelalu. Pranoje islamin ti, Allahu ti të përblen dy fish. Se je i pari. Pastaj ka thënë, e nëse ma kthen shpinën, apo e kthen shpinën, ta di se e ki gjunajin e ketë arisijinve. Arisijin kush janë? Ka thënë dietar, ose avami, turma, ose arianët. Arianët e dini. Domthon fis apo njerëzët e kanë ndjek njëri që ka pas emrin Ari. Edhe te kinjeri përkatson plot njerëz arian apo evropian sot e zon një pjesë të vetës prej arianëve. Pra prej njerëzve të mëdhoj i ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, ti se pranon, atëherë ta di se e merr gjunajin e këta atyre të cilët nuk e pranojnë islamin pastaj. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e të mëdhejve të muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam në vlerësimin e të mëdhejve të arabëve dhe kryetarëve është ngjarja e djalit Ebu Gjehlit, Ikrimes. E ka pas që ki Amr ibn Hishami, Ebu Gjehli një djal, emrin e ka pas Ikrime. Ikrime, djali Ebu Gjehlit. Kër e ka shiru për nga mësëram Mekën, gruja vet e ka pranu islamin. Gruja vet e ka pranu islamin. E ky u konë ndjekt për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo? Edhe ka ik. Se Ikrimeja ka dal kur ka ardhur sa me shiru Mekën, ka ardhur edhe Allah ka dash me luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka dal Khalid ibn Walidi edhe e ka shpërthalluar. Edhe ky i funi që ka luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka thënë mos ma fal mo, se unë i funi këtë e pranon, unë i funit se pranova. Se e ka, domthon baba ja ka dhënë amanet. Apo luftoi deri në fund. Atëherë çka ndodh? Edhe hik në Yemen. Edhe gruaja vetë pranon islamin, Ummu Hakim e bija e Harithit. Edhe i shkon mas burit vet në Yemen. Edhe i shkon, edhe i thot pranoj islamin, se këtë e kam pranuar. Do ndërzoju. Këtë dorzoju edhe ti. Atëherë vjen edhe e pranon islamin te pejgamberi sa zem thotë se e kanë ndjek disa prej shokëve të tjerë që e ka pasur për dostave, e kanë ndjek që ta pranojë islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur me pranu islamin te pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi sa mu kanë, domthon në atë vendin ku e kanë caktuar në Mekë derisa kanë ecë, pejgamberi sa nuk kanë ecë Mekë, pos sa për mi të drejtu punët dhe me shkuë Medinë. Kanë thënë ja Rasulullah, djali e Abu Jehlit atar, Ikrimeja. E pejgamberi sa çaq pikëzimi që ata pranu islamin Ikrime, zotnia që ka me pi arabë. Apo a s'ka po sabër as me vesh atë gjybën e dy që e kanë vesh, dale ta përqafoje. Ka dal edhe e ka përqafue Ikrimen nga gëzimi i madh që e ka pranue islamin Ikrime i biri e Abu Jehlit. Andaj ka disa transmetime se kur ja kanë përmend Ikrimes babën, pejgamberi sa më ka thënë mos e lëndoni të gjallët
me atë që ka bërë të vdekurit. Tash po një me kjo ka bab Ebu Gjehlin, ama që të baje kjo? Mos e lëndo, dikush për shembull thot, ave ti djali filan, çka djali filanit? Çfarë mund të mendoj djali filanit? Ai ka mundsi babën e ka, pejgamberi babën e ka pa, na e përmendëm. Apo disa po e shohin ta si me tendencë. Na shpesh e kemi përmend. Baba dhe nana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, s'jan kanë musliman. Apo, kjo nuk ka çefi jonë, as naudhu billah. Njëri do të si mundet me thonë hoxha se pejgamberi ka babën nanën jo musliman. Po ai vet ka thënë për babën e vet. Ati nuk mundet me e dash babën e ati ma shumë sa i babën e vet. Pejgamberi ka çojt 8 orë, 10 orë ka çojt për nanën e vet. Ka thënë o Allah, ka mundësi me bëj istighfar? Jo. E tash ti më i mëshirshëm se ai? Jo. Po thuaj elhamdulillah që i musliman dhe mbaj islamin. Nuk duhet na tash çish mundet, s'është kjo puna jote. Andaj ta them, mos i lëndoni të gjallët me atë që ka mbajë të vdekurit e njerëzve. Nga se kjo është djali i tina.